Përshëndetje miqtë e mi dhe ju ndjekës të kanalit Recetat e Mamit. Në fakt unë jam te goca, ju kam thënë dhe herë tjetër, mbas pune mbaj mbesën. Edhe e dini ju mos, si nonat, mundohem të ndihmoj çik të bëj dhe çik drek. E sot mendova të bëj gjë thjesht fare. 4 speca, të bëj një fërgesë të thjesht, por shumë të shijshme dhe të shëndetshme me speca. Për këtë fërgesë më duhen 4 speca, mesatar janë. I larni, i pastroni, i fshini mirë që mos të kenë ujë. 2 lugë gjelle miell. Vaj ulliri, 3 thelbi hudhër, janë do hudhrat e reja, e shikoni, unë fati im që i marrën katon, është shumë e lodhshme, por prapë ndjen shumë dashuri, nuk ka gjë. Edhe kosin që unë e bëj vetë është mirë, 300 ml kos. Është thjesht dhe shumë e shëndetshme. Miqtë e mi, unë përpara, kur kam qenë e re, kur fëmijët i kisha të vegjël, kam punuar në një kuzhinë italiane. Dhe aty mësova që hudhra dhe mishi nuk është mirë me i la, nuk duhet të lahen, se pothuajse shumica e vlerave ju ikën. Kështu që i pastroni me kujdes, fshini mirë dhe unë gjithmonë e shtyp hudhrën, ju kam thënë. Edhe përbërësi kryesor, me thënë drejtën e Zotit, është hudhra për një shije fantastike. Tani në fillim fare, në këtë tiganin, në temperaturë mesatare, bile do t'i ve dhe ka pak, se e dini o si kërcejnë specat, do të skuq specat. Do t'ja u tregoj hap pas hapi. Specat u bën në zjarr mesatar. I kthej nga të gjitha anët avash. Është mirë kur i heq, i pus në këtë tasin, i mbuloj çik, sadoja që janë të skuqura në vaj ulliri, është mirë me ja heq të lëkurën, të dëzit kur han. Sa bësh punën tamam pra, se ju kam thënë, miqtë e mi, asgjë nuk është e lehtë. Çdo gjë do shumë nerva, durim, do shumë dashuri, do ta kesh të brendshme, do të kesh pasion. Çdo përbërës është i rëndësishëm. Ju kam thënë, po gjë si dora juaj nuk ka në botë, gjërat dalin speciale. Unë tani do t'i heq avash. Tek ky tasi. Janë i fitë të specat në të plovin. Dhe pak do ta pastroj çik tiganin dhe për një shije më të mirë, thuhet vaj ulliri, unë do t'i hedh dhe pak fare gjalp të freskët. Apo ja hedha kosin, e shikoni. Pun pak minuta fare. Kripën e përdor pak, jo shumë, po fërgesa do i çik krip dhe shijen më të rëndësishme në fakt ja e hudhra. Sa po të marri val, miqtë e mi, shumë pak kohë do, është shpejt. Është shpejt. Çdo gjë do kohën e vet tani, po çfarë do bëjmë? Po del diçka speciale, ti nuk e bën dot për ditë. Fakt të specat nuk është të pëlqejnë shumë tani, po se janë bëtë fushës, janë të serave, po këto i kanë qef edhe okej. Se unë për vete ke shtëpia ime grosh kam boso, ose që ka dhe ditë kështu. Qa do bëjmë mundohna me sa ju. Hudhrat janë përbërësi kryesor që japin shije fantastike. Jam ishte. 3 thelbi hudhër, po ishin qiksi. Mashallah ishin. Ka botoka ashtu Zoti, se ato i bëjnë vetëm me ple organik. Ja, pun 1 minutë dhe unë do t'a fiksoj, do t'ja u tregoj. Fërgesa përfundoi, miqtë e mi, për të dalë specat më të shijshëm, unë gjithmonë i fusi çik krip brenda. Shikoni? I qërova, se dalin shumë më të shijshëm. Le që këto të rinj kuderojnë të lëkura e gjona, duhet me i bë tamam gjonat. Ka dalë shumë e mirë, shumë e shijshme. Miqtë mi, ju që më ndiqni mua, ju dua shumë dhe unë mundohem me shpirt për të më shumë gatuaj për këto të rejat, për t'ju ardhur sado pak në ndihmë. Me gjëra që ke edhe në shtëpi, me gjëra shumë pak, jo me shumë shpenzime, se unë vetë nuk jam pasanike, unë jam shtrese mesme. Kena një jetë që punojmë burre grupë, hajt na, shqyr kena rrit 2 fëmijë kena shkollu, faleminderit Zotit, mirë boll jena. Zoti na ka dhënë një mbesë, o Zot faleminderit, që nona ja ka bërë dhe supen tu me perime, dhe kështu, ja kjo është tani. Po edhe çik pilaf dhe kjo është dreka. Me besoni,
është diçka speciale. Edhe e thjesht. Çdo kujt mund t'i ndodhe në shtëpi këto. Edhe nuk kushtojnë, ajo është puna. Gjithë të mirat ju uroj, ju dua fort. Shumë faleminderit që vazhdoni akoma, disni recetat e mia. Një ditë të bukur ju uroj.